Në kuadër të simpoziumit të tretë shkencor për liçenet e Prespës, i cili po zhvillohet në Universitetin Fanoli në Korçë, u mbajt sesioni dytë shkencor me temë Ruajtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i ekosistemeve. Ky sesion u përqendrua në rëndësinë e mbrojtjes së habitateve natyrore, ruajtjen e specieve të rrezikuara dhe nevojën për politika të përbashkëta menaxhimi në pellgun ndërkufitar të Prespës. Është shumë e rëndësishme të zhvillohet një monitorim transparent dhe bashkëpunim i ngushtë mes tre vendeve, në mënyrë që të kemi prova shkencore të vlefshme dhe të dokumentojmë saktë ndryshimet që po ndodhin. Mendoj se duhet të përshtatemi gradualisht dhe të ecim me procese të qëndrueshme drejt zgjidhjeve për sfida të ndryshme. Nga 10 specie të cilat janë endemike, 7 specie janë të kërcënuar dhe një specie është e kërcënuar në mënyrë serioze. Duhet të kemi një menaxhim të përbashkët midis tre palëve, do financim më të fuqishëm, do një menaxhim adaptiv, pra gjë do të thotë duke ndjekur hap pas hapi, dhe në fund fare do në të njëjtën kohë edhe një qasje komplet të ndryshme nga qeveritë e tre vendeve. Studiues nga Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut prezantuan gjetje shkencore mbi gjendjen aktuale të biodiversitetit në liçenet e Prespës, ndikimin e aktiviteteve njerëzore në ekosisteme dhe masat e nevojshme për rritjen e qëndrueshmërisë mjedisore në kushtet e ndryshimeve klimatike.